Vet auditori i komunës së Fushkosovës, Shoqëri Krasniqi, kishte punuar raport lidhur me këtë parcel me 23 mars 2022. Vlera e dëmit sipas raportit të auditimit ishte 81.200 euro. Unë kum identifikuar që aja pronë është në regjistrin e pasurisë të komunës, edhe ka qenë me sipërfaqe 27.14 ari, e kum vreqin në internet në geoportal, aja parcel është prej. Mu nuk ka vy me hulumtu ma shumë se kum mendu që organet e rendit e kum shkru shkresën zyrtare edhe e kum denoncu në prokurori. Shkresën cilën, lëndën cilën e kum quë për të shqyrtu këto informatat e mija, e kum qitë foton qysh ka qenë prona, e kum qitë foton qysh është prona, sot, edhe e kum cek që në raportin e auditorit është në regjistrin që ta sete është me numër endor, numër 15-16. Edhe pse prokuroria ishte njoftuar nga auditori i brendshëm, sipas Krasniqit, organi ndjekës nuk kishte ndërmarrë asgjë. Pavarësisht që lënda në një formë shumë e thjeshtë, se për ta tregoj gjendjen e kalume, gjendjen e sotshme. Prokurori i rastit nuk ka bo asgjë. Unë kum qenë të prokuroria, kum kaftu, i kum tregu se kjo lëndë let mu hetu. Me thonë të drejtën është të çuditshme në komunën e Fushkosovës në përgjithësi, që 25 vjet prokuroria ka hesht mbi rastet edhe të korrupsionit, rastet të ndryshme. Ne kemi ngrit para 5-6 ditë rastet e ngjashme rreth këshillërimit të pronave dhe kemi pas konferenca për shtyp, kemi pas shumë deklarime të ndryshme, por asnjëherë nuk është marrë seriozisht në komunën e Fushkosovës. Është për çudi edhe sidomos për kësaj qeverie në 4 vitet e fundit që nuk e di që kanë drejt morale edhe ata që në Fushkosovë të njëjtës parti që janë në asamblenë komunë dhe që kanë qeverinë në udhëheqje, edhe nuk bojnë janë të pazyeshëm shumë sa i përket kësaj dukurie negative, këshillërimit të pronave dhe korrupsionit në komunën e Fushkosovës. Është për mua çuditë dhe për mua habit që qysh një komunë, leresht më i me thonë se kam hulumtu edhe komunat edhe në Ballkan, se për Evropë s'po flasim, po nuk ka komunë ma të korruptuar edhe ma të keq menaxhuar se komuna e Fushkosovës. Lënda let, foto qysh ka qenë, foto qysh ka. Hinë internet, apet mund me vërtetu qito që po foli une, mund mi mor disa prej informatave edhe pe komunës, edhe pe agjencionit katastral, edhe shumë e kjartë, mirë po, në institucioni prokuroria nuk ka vepru. Unë kam çudi një se kom dërzu shumë lëndë, bile di edhe një shoki imi se në gazeta ka qenë në gjykat, ka deklaru që i ka dërzu 52 lëndë. Edhe unë nga 50 vedikon, mirë po kush që ndronë propa këtyne lëndëve, se lëndë janë shumë fjelta, shumë, bili po foli për lëndë të mija, janë me të gjetura. Ka lëndë që aski që ka heton, vetëm emnat. Se emnat nuk i kum qitë në raportet mija, rrallë në herë që kum gabu. Mirë po, edhe sot e kësaj dite nuk ka reflektim rreth këtyne lëndëve, edhe kësaj lëndë, po edhe lëndëve tjera. Unë një çuditna cilët organet shtetit që ndrojnë prapa kryetarit komunës me qitu shkelje tjetë ende kryetar komunë. Edhe gjithë që të lëndë dërzume. Edhe asë një njeri nuk dënohet, unë me pasqu gjenë që e kanë vjedhë pyllin, që ata persona sot gjithë kishin pagu ka 1.000 euro, 2.000 euro, edhe kishin pagu me burgje. Kurse unë e denonцoj lëndë që është si buxheti, si pasunia komunës, po dëmtohet, po pakohet, punë s'po kryen si duhet, kush nuk ndërmerr asnjë veprim. Prokuroria themelore në Prishtinë ka konfirmuar për betimin për drejtësi se tani më ka filluar grumbullimin e informatave për këtë rast. Lidhur me pyetjen tuaj, ju njoftojmë se prokurori i çështjes ka autorizuar Policinë e Republikës së Kosovës për grumbullimin dhe verifikim të informatave të duhura lidhur me rastin. Për më shumë informacione, ju njoftojmë në vazhdimsi.